Ekziston një vend në këtë botë ku koha lëviz ndryshe. Nuk nxiton, nuk vrapon, nuk shtyhet nga asgjë. Aty, çdo çast zgjatet si një fije mëndafshi e hollë që ndriçon në dritën e mëngjesit të hershëm, dhe çdo frymarrje ndihet si e para frymarrje që ke marrë ndonjëherë. Ky vend nuk ka emër të shkruar në harta, nuk ka rrugë të asfaltuara që të çojnë ndaj tij. E gjen vetëm kur zemra jote është gati ta pranoj, kur sytë tu janë të lodhur nga bota e zhurmshma dhe kërkojnë diçka tjetër, diçka të vërtetë. Imagjino se je duke ecur ngadalë nëpër një shteg të ngushtë mali, tokë e lagësht nën këmbë, e mbuluar me gjethe të vjeshtës që kanë rënë para kohës, të arta dhe të kuqe dhe të gjelbra ende, të shtrira si një qilimi që ndisur me kujdes nga duart e natyrës. Hapi yt bie butësisht, pa zhurmë të madhe, vetëm një shkelze lehtë që thyen heshtjen e pyllit pak a shumë sikur hap syt pas një gjumi të thellë, dhe bota fillon të marrë formë përsëri. Pylli rreth teje është i madh dhe i vjetër. Pemët janë drunjt që kanë parë shumë stinë, shumë dimra të ftohtë dhe shumë vera të nxehta. Trungjet e tyre janë të mbuluar me musk të butë dhe të gjelbër, si një shtres kadifeje mbi lëkurën e lashtë të drurit. Nëse do t'i prekje me dorë, do të ndije freskinë e tyre, lagështinë e lehtë që ka mbetur nga shiu i dieshëm, dhe ndonjë grimcë dheu të imët nën majat e gjishtave. Drita filtrohet mes degëve të larta, nuk hyn drejt për drejt, nuk godet fort, vjen ngadalë, e coptuar nga gjethet e shumta, duke krijuar pika të argjenta dhe të arta mbi tokën e pyllit. Këtu një reze, aty një tjetër, dhe mes tyre hihet luaj një lojë të qetë që nuk ka fitues dhe nuk ka humbës. Rreth mesdites, kur dielli është lart, kjo lojë bëhet edhe më e bukur, por edhe më vonë, kur hija fillon të zgjerohet, ka diçka magjike në mënyrën se si pylli ndryshon ngjyrë. Dëgjoj. Nëse do të qëndroje të qetë për një çast, do të dëgjoje shumë gjëra që zakonisht I kalojnë pa vëmendje. Një zog I vogël duke kënduar lart në deg, zëri I tij I pastër dhe plot sikur po shpreh diçka të rëndësishme vetëm për veshin tënd. Frymëzimin I lehtë të erës mes gjetheve, ai tingull I papërcaktuar, që nuk e di si ta quash, nuk është zhurmë, nuk është muzikë, por është diçka midis të dyjave. Diçka që zemra e njeh pa fjalë. Dhe nëse dëgjon edhe më thellë, do të gjesh zërin e ujit, të largët fillimisht si një kujtim nga gjumi, por gjithnjë e më të qartë ndërsa afrohesh. Shtegu të çon poshtë, pak nga pak, nëpër terrenin e butë të malit. Rrënjët e pemëve dalin mbi tokë si duar të ngrasura, dhe ti I shmang me kujdes, duke ndryshuar pak drejtimin e hapit tënd, duke u lëkundur lehtë majtas dhe djaftas si degët e pemëve kur era kalon nëpër to. Nuk po nxitohesh, nuk ke nga të nxitohesh. Koha këtu ka ndalur, ose ndoshta ka marrë drejtim tjetër, drejtim që nuk matet me orë, por me frymarrje. Ajri I pyllit ka erë të veçantë, erë të muskut dhe të drurit të lagësht, erë të luleve të egra që kanë lulëzuar diku afër, dhe erën e tyre e sjell era me vete si një dhuratë. Edhe diçka tjetër është aty, një erë tokës së thellë, e asaj dheu që nuk e ka parë drita e diellit kurrë në lasti, e fshehur nën rrënjë dhe nën gjethe, e ftohtë dhe e qetë, si fundi I një pusi të vjetër. Kjo erë të qetëson menjëherë, nuk e di pse, por e ndjen si nëse trupi yt e njeh atë, si nëse ke qenë këtu edhe më parë, në një vend tjetër, në një jetë tjetër. Ec ngadalë. Nuk ka nevojë të arrish askund. Ky udhtim nuk ka destinacion tjetër përveç momentit aktual, përveç çastit kur këmba jote prek tokën dhe ajri I pyllit hyn në mushkëritë tua. Çdo hap është I plot në vetvete. Çdo frymarrje është e mjaftueshme. Nuk ke nevojë për asgjë tjetër. Ndërkohë që ec, një flutur e kalpt, ngjyrë portokalli, kalon pranë teje, e lehtë dhe e qetë,
duke lëkundur krahët e saj me ritëm të ngadalshëm dhe të sigurt. Ajo nuk të vëre, ose ndoshta të vëre, dhe nuk mendon se je diçka e rrezikshme. Vazhdon rrugën e saj drejt një luleje të vogël të verdhë, që rritet mes dy gurve, e rrënjosur thellë dhe e sigurt, si gjithçka në këtë pyll. Guri pranë shtegut është i madh dhe i shesht, i mbuluar me mushk të butë, sikur të dikush e kishte vendosur atu me qëllim, si një vend pushimi për udhëtarët e lodhur. Ti shkon drejt tij, dhe dorën mbi mushkun e tij të njom dhe të gjelbër, ndjen freskinë e tij mbi shuplakën tënde, dhe ulesh ngadalë. Nuk ke nevojë të ngutesh. Pylli nuk po shkon askund, mali nuk po ikën, dhe ti gjithashtu je këtu, e qetë dhe e plot si guri vet. Nga vendi ku je ulur, shikon shtegën që të ka quar deri këtu. Zigzagon me spemësh, humbet pas kthesave, dhe çdo kthes mban premtimin e diçkaje të re, të panjohur ende, por të dashur tashmë. Dije që nuk ke nevojë t'i shohësh të gjitha me një herë. Koha do t'i zbuloj njëra pas tjetrës, si faqet e një libri të vjetër. Pas pushimit të shkurtër mbi gur, ngrihesh përsëri dhe vazhdon. Shtegu tani fillon të zbres pak më shpejt, dhe dëgjon se zëri i ujit është bërë më i qartë. Është si thirrja e dikujt të dashur, e njohur dhe e sigurt, e cila të çon pa forcë, por me dëshirë. Hapat tu bëhen pak më të shpejt tani, jo nga ngutia, por nga ajo gëzimi i qetë i parashikimit. Dhe pastaj e sheh, midis dy rreshtave pemësh, ku gjethet janë më të holla dhe drita hyn më shumë, kaltërsia e një lumi të vogël bluan mbi gurët e tij të larë dhe të radhitur. Lumi nuk është i madh, nuk është dramatik dhe i rrëmbyer. Është i ngadalshëm dhe i menduar, si dikush që di saktësisht ku po shkon dhe nuk ka nevojë të nxitohet. Afrohu, hidhju anës tij, ulu mbi gjethe dhe barë, ndjej tokën e lagësht nën ty dhe ujin e ftohtë që kalon pranë gishtave të tave. Uji është i qartë si xhami, aq i qartë sa mund të shohësh çdo gur në fund të lumit, çdo rrerë, çdo gjallësë të vogël që lëviz mes gurve. Peshqit e vegjël, si hije të argjendi, shkojnë kundër rrymës, me durim dhe vendosmëri të qetë. Nuk luftojnë ujin, e pranojnë atë, dhe gjejnë rrugën e tyre mes tij. Zëri i lumit është i mrekullueshëm. Nuk është i njëtrajtshëm. Nuk është monoton. Ka ritëm dhe ndryshim. Ka fragmente të qeta dhe fragmente pak më të larta, si muzikë e improvizuar nga natyra, e cila nuk ka nevojë për nota apo rregulla. Aty ku uji godet një gur të madh, krijon një thirrje të shkurtër dhe plot. Aty ku rrjedh mes gurve të vegjël, bën një cicërim të lehtë të gëzueshme. Dhe aty ku baseni është i thellë dhe i qetë, uji nuk bën pothuajse asnjë zë, vetëm lëviz me dinjitet të heshtum. Shtri dorën dhe tek uji. Ftohtësia e tij të godet menjëherë, e pastër dhe e qiltër si ajri i malit pas shiut. Gishtat tu bëhen të kuq nga ftohtësia, dhe ndjen çdo qelizë të dorës sate të zgjohet, por jo me ankth, me diçka tjetër, me ato ndjesi të qarta, kur jeta ndjehet shumë reale dhe shumë e mirë njëkohësisht. Afër teje, mbi një gur të ekspozuar me sojt, qëndron një shpend i vogël i bardhë dhe i zi, me bisht që lëviz vazhdimisht lart e poshtë, sikur po ndjek ritmin e ujit. Ai të shikon për një çast me sytë e tij të vegjël dhe të gjallë, pastaj i kthen vëmendjen ujit, duke pritur me durim. Nuk ke nevojë ta shqetësosh. Jeni të dy të mirëardhur pranë këtij lumi, secili me heshtjen dhe paqen e tij. Qielli mbi lumin është i hapur dhe i lartë. Nuk ka shumë re, vetëm disa të bardha dhe të buta, që lëvizin ngadalë si mendime të qeta në përmendje. Dielli ka kaluar zenitin tani, dhe po bie lehtë drejt perëndimit, duke lyer ajrin me atë ngjyrë të artë pasdites,
kur çdo gjë duket pak si e ëndruar, pak si e pikturuar nga dikush me dorë të butë dhe shumë durim. Ndërsa rri ulur pranë lumit, ndjen se diçka po ndryshon brenda teje. Tensioni që nuk e ke vënë re sa kohë e ke mbajtur, fillon të shkrihet si akulli pranë ujit të ngrohtë. Shpatullat tuaja bien pak. Nofulla jote e çlirohet. Frymëmarrja jote bëhet pak më e thellë, pak më e ngadalshme, si lundruesja e re e ujrave të qeta. Nuk ke nevojë ta bësh këtë me vullnet. Ndodh vetvetiu si pasojë e asaj që je, si pasojë e kësaj natyre rreth teje. Zogjt këndojnë mbi të, disa me nota të larta dhe të gëzueshme, disa me tone të ulta dhe meloze. Nuk i di emrat e tyre, nuk ka rëndësi. Zërat e tyre janë të mjaftueshëm, pa etiket, pa kategori, pa shpjegim. Janë thjesht zëra të jetës, të cilët të mbajnë shoqëri me butësi dhe pa kushte. Lumi vazhdon rrugën e tij para teje. Ti do të vazhdosh së bashku me të për një kohë, duke ndjekur kthesën e tij në përpyll, duke parë se si bota ndryshon gradualisht, ndërkohë që zhvendoseni ka perëndimi. Dhe nuk ka asnjë nxitim. Nuk ka asnjë vend tjetër ku do të ishit. Është saktësisht e duhura të jeni pikërisht këtu. Ngrihu ngadalë nga dheu. Ndiji këmbët tuaj mbi tokë, të qëndrueshme dhe të sigurta. Fillo të ecësh sërish, por kësaj here pranë lumit, duke ndjekur bregun e tij të mbuluar me lule të vogla dhe barë të gjatë, dhe guri të sheshtë që dalin mbi ujin si shtigje sekrete. Pas çdo kthese të lumit, ka diçka e re për të parë, diçka tjetër për të ndjerë. Dita po kalonte ngadalë, si gjithmonë në male. Kur je larg qytetit, kur largohesh nga bujaria e zhurmshme e jetës moderne, e vëren sa i gjatë dhe e pasur është dita e vërtet. Nuk është ajo ditë e ngjeshur dhe e shpejtë që njeh zakonisht. Kjo ditë ka vend brenda saj për çdo gjë, për ngadalësi dhe vëzhgim, për pushim dhe ecje, për heshtje dhe dëgjim. Shtegu pranë lumit të çon drejt një hapësire të hapur, ku pyvi tërhiqet pak mbrapa, si perdeje e teatrit, duke zbuluar skenën. Aty mes dy kodrinave të gjelbra, shpaloset një livadh i vogël me barë të gjatë, dhe me ndësashk, lulëzimi i tij është i heshtur dhe i jashtëzakonshëm. Zambak të egër të zinj, me krerat e tyre të purpur drejt qiellit. Margarita të vogla të bardha hedhin sytë e tyre të verdh nga çdo anë, dhe mes tyre, fija të holla të barit lëkunden me çdo erë të lehtë, duke krijuar një valë të ngadalt dhe hipnotike mbi gjithë livadhën. Ecin nëpër livadh. Gishtat e tua prekin majat e barit ndërkohë që kalon, ndjen tikëllimin e tyre të lehtë në shuplakën tënde. Atë ndjesi krejt të veçantë të pranverës dhe verës e bashkuar në një prekje. Bari është i njom ende nga shiu i djeshëm dhe i ngjesh pak në rëndësinë e tuaj ndërkohë që ec. Gjithçka ndihet reale dhe e gjallë. Në mes të livadhës qëndron një pemë e madhe dhe e vetme. Një ah i vjetër me trungun e trash si dy duar të hapura. Degët e tij shtrihen larg dhe gjerë, duke krijuar një hije të madhe nën të. Kjo pemë duhet të ketë shumë vite. Ndoshta ka parë stin që nuk mund t'i numërojmë. Ndoshta ka shërbyer si pikë pushimi për shumë ecës, shumë shpend, shumë kafshë të pyllit që kanë kaluar nëpër këto livadhe. Ulu nën hijen e tij, mbështet shpinën mbi trungun e tij të ngrohtë dhe të ashpër. Ndjejen gjithçka aty. Hardhët e thara të lëvores, myshu i holli i gjelbër, ngurtësia dhe besueshmëria e pemës pas shpinës sate. Pemët janë punëtore të heshtura të kësaj bote. Ato nuk flasin, por gjithmonë janë aty, duke dhënë hije dhe oksigjen, duke mbajtur tokën me rrënjët e tyre dhe duke na mësuar diçka me qëndrueshmërinë e tyre. Mbyll syt për një çast, nuk e nevojë ti shohësh të gjitha me sy. Dëgjo, ndje, lëre veten të jesh plotësisht aty ku je, të hytur krejtësisht në për atë moment. Zëri i lumit vjen ende nga distanca, pak i dobët tani, por i pranishëm. Zogjt mbi pemë hlasin mes tyre,
zëra të mprehtë dhe të qartë mes fshfërimës së gjetheve. Era kalon nëpër livadh me atë zë specifik, atë frymëzim të gjatë dhe të lëkundur si pshërëtim gëzuese e botës. Kur hap syt, dielli ka lëvizur pak më tutje. Hijet janë bërë pak më të gjata, por jo shumë. Koha ecën me durim këtu. Nuk e nevojë të shqetësohesh. Ky livadh do të jetë këtu derisa të largohesh, dhe edhe pastaj do të jetë këtu, me ahin e tij të vjetër dhe lulet e tij të egra, duke pritur me durim çdo udhëtar tjetër që do të vendos t'i afrohet. Nga distanca, dëgjon një tingull tjetër, i ri dhe i papritur, por jo i frikshëm. Është zëri i çastit, i një mundësie. Rritet lehtë dhe ndjek zërin, duke u kthyer pak kaveriu, ku terreni fillon të ngrihet sërish. Mes gurve dhe barit, gjen burimin. Uji i ftohtë del nga dheu i errët, i pastër si kristali, i tejdukshëm si gëzimi i pastër. Bie me zë të vogël dhe të dëlirë mbi gurin nën të, duke krijuar atë tingull specifik të burimit natyror, atë cicërim kristalore e cila nuk ka analog në botën artificiale. Ul duart nën ujin e burimit, ngrihu ujë me shuplak dhe pi. Uji i ftohtë, ujë pa shije tjetër përveç pastërtisë, uji i maleve. I gëlltit nga gal dhe ndjen si freskon gjithçka brenda teje, duke shkuar deri thellë, duke larë mendjet e lodhura, duke qetësuar frymëmarrjen tënde. Qëndro pranë burimit për pak. Yjet e ujit mbi gur janë si diamantë të vegjël të shpërndar pa rregull. Bimët që rriten pranë tij janë veçanërisht të gjelbra dhe të freskëta, të ushqyera mirë nga lagështia e tij vazhdueshme. Kjo vendi ka diçka të shenjtë dhe të qetë. Të ndihesh sikur është pikë takimi i tokës dhe qiellit, vendi ku diçka e thellë dhe e fshehtë bulon drejt sipërfaqes me butësi dhe dëlirësi. Dielli tashmë po anonte qartë drejt perëndimit. Qielli kishte filluar të ndryshonte ngjyrë, nga e kaltra e pastër të mesditës drejt atyre toneve të qelibarta dhe të arta të pasditës së vonë. Pemët hidhnin hije të gjata mbi tokë, duke vizatuar vija të drejta dhe të kthyera nëpër livadh dhe shteg. Bota nuk ndryshoi befas, por gradualisht, si ngjyrimi i butë i liandrës që kthehet ngadalë me errësirën. Kthehesh drejt pyllit. Shtegu tashmë ndihet i njohur nën këmbët tua, megjithse vetëm pak orë kanë kaluar. Ndoshta përse pylli e njeh ty tashmë. Ndoshta përse gjërat me të cilat ndihen mirë gjithmonë ndihen të njohura shpejt. Pemët janë aty, trungjet e tyre të patundur dhe të sigurt. Myshku mbi gurët e mëdha i ka njëjtin gjelbërim. Shtigjet nuk kanë ndryshuar, por dritat kanë ndryshuar. Tani, me diellin ulur ka horizonti, rrezet fitojnë atë ngjyrë të aurës, të artë dhe të ngrohtë, duke lyer çdo sipërfaqe me bollëk ngjyrash. Gjethet duken si flori, degët duken si bronz, dhe toka nën to ka marrë tone të gjata mbraje. E gjithë natyra duket si e paqme nën këtë dritë, si e prerë nga jeta e përditshme dhe vendosur në botën e artit, të bukurisë së pastër. Ngadalso hapin edhe më. Kjo dritë nuk zgjat gjatë. Pas gjysmë ore, dielli do të prek malet në horizont dhe kjo ndriçim do të zbehet. Por tani është këtu dhe ju keni me njëri tjetrin vetëm këtë kohë. Ki i mirënjohës për çdo rreze, për çdo pikë të artë mbi gjetheve të lëkundura, për çdo hije të gjatë si qillim mbi tokën e pyllit. Dëgjo si zoq të ndryshojnë modelin e tyre të këngës. Disa kanë pushuar, disa të tjerë, sidomos ata që këndojnë në mbrëmje, kanë filluar. Cicërimat e ditës kanë zëvendësuar gradualisht me meloditë e pasdites, me tone pak më të ulta dhe pak më melankolike, por jo të trisht. Melankolia e natyrës nuk është si melankolia njerëzore. Është e ëmbël, është shumë e pranishme. Është si zëri i dikujt të dashur kur po këndon pa e ditur se je duke e dëgjuar. Shtegu të nxit në fund të një kodre të vogël, nga ku shikon për rreth. Pënli shpaloset poshtë teje, i pakufishëm dhe i gjelbër, me maja pemësh që shkulen mbi njëra tjetrën si valë të ngrira. Larg, ku mali bëhet i ulët, duket shekuj e një fshati të vogël, qatit e tij të sheshta dhe oxhakët nga ku ngrihet tymi holl dhe i bardh.
jeta njerëzore e largët dhe e qetë, e integruar natyrshëm në peizazh si çdo element tjetër i tij. Qielli mbi ty është i gjerë dhe i hapur, pothuajse pafund. Disa re të arta dhe roz kanë filluar të grumbullohen aty ku dielli po ulet, duke krijuar atë spektakël të njohur, por të pashtershëm të perëndimit. Ngjyrat shtojnë njëra tjetrës pa ndërhyrë, portokalli ndez mbi roz ngjit mbi purpur, purpur thellon mbi blu. Është ekspozicion i natyrës, i lirë dhe i hapur për çdo kënd që ndalon të shikojë. Qëndro aty, nuk ka nevojë të bësh asgjë përveç se të jesh prezent dhe të shikosh. Shikimet si ky janë dhurata të jetës, çaste kur bota është aq e bukur sa pothuajse të bën të lotosh, jo nga trishtim, por nga teprica e bukurisë dhe nga mirënjohja për ekzistencën. Ti je ky, dhe jeton, dhe shipon, dhe ndjen. Kjo është e mjaftueshme. Kjo është më shumë se e mjaftueshme. Errësira vinte ngadalë dhe me bujari, jo si gardhe e zezë që bie papritmas, por si manto e butë që mbulonte botën gradualisht, duke i dhënë kohë çdo gjë të përgatitej, të relaksohej, të bëhej gati për gjumin e natës. Zogjt filluan të ndalonin në përdeg. Insektet e natës filluan ato zhurmat e tyre të buta dhe të vazhdueshme, të cilat janë si lulabai i pyllit. Ti kthehesh poshtë nga kodra dhe vazhdon në përshteg. Shtegu tani duket ndryshe në dritën e zbehtë të mbrëmjes. Gjithçka ka marrë ngjyrë pak tjetër, pak blu dhe pak gri, por jo të frikshme, i qetë dhe magjike. Pemët kanë humbur detajet e tyre dhe janë bërë silueta, forma të mëdha dhe të qëndrueshme kundrejt qiellit që po zbehet. Diçka ka të bëjë me mbrëmjen dhe pyllin bashk, diçka e thellë dhe parahistorike, sikur njerëzit e parë ndezin zjarr dhe shikonin errësirën të afrohet. Pran lumit, ulesh sërish. Tani uji ka marrë ngjyrë argjendi në dritën e fundit të qiellit. Pasqyron qiellin mbi të si një pasqyrë pa plot, duke hedhur imazhe të paqëndrueshme dhe të bukura mbi sipërfaqen e tij. Kur era kalon, imazhet copëzohen dhe ribashkohen, si fragmente ëndre. Nata po vinte, dhe me të sillte dhuratat e veta, ato tinguj dhe ngjyra dhe ndjejime që vetëm nata i ka. Grikulli kishte filluar korin e tij të famshëm, i cili ndonjëherë ndihet i rrëmujshëm dhe ndonjëherë ndihet si simfoni, por gjithmonë ndihet si pjesë thelbësore e natës. Bretkosi pran lumit shtoi zyrin e tij, i rregullt dhe i thellë, si instrumenta basi nën meloditë e grikullve. Qielli filloi të zbulonte yjet, njëri pas njërit, pastaj me dhjetra, pastaj me qindra. Ata dolën nga terri si drita të ndezura me durim nga dikush i padukshëm. Yjet e maleve janë të ndryshëm nga çdo yll tjetër. Pa ndriçimin e qytetit, pa gazin e pluhurit urban, ata ndriçojnë me fuqi të plot, të kristalt dhe të mprehtë si gjilpëra drite. Sheh ata dhe kupton pse njerëzit e lashtë i shikonin yjet me aq vëmendje, pse u jepnin emra dhe histori. Janë aq të pranishëm, aq të gjallë, sa ndihet si turp të mos i njohësh. Gjende shtrirë mbi barin e livadit, me syt lartë. Toka nën ty është e ngrohtë ende nga dita, e lagur lehtë nga vesa e parë e mbrëmjes. Bari holl nën shpinën tënde, qielli gjerë mbi ty. Ndihesh si qendra e një rrotulluese kozmike, ose ndoshta si gjë e vogël dhe e dashur, e vendosur me kujdes mes tokës dhe qiellit. Hëna nuk ka dalë ende, por premtimi i saj është aty, një ndriçim i zbehtë nga ana lindore e qiellit, si drita e fenerëve të largët, si ditë e re që fillon nga ana tjetër e botës. Pak a pak ajo ngrihet, e majme dhe e plot, e rrumbullakët si fytyrë i njohur. Hëna e plot mbi mal ka diçka të veçantë. Drita e saj nuk është si dielli, është e butë dhe argjend, e ftohtë dhe e ëmbël njëkohësisht, dhe hedh hije të lehtë mbi çdo gjë, duke bërë botën të duket si vendosur brenda ëndrës. Pemët nën hën janë si imazhe nga rrëfimet e lashta,
silueta të zbukuruara nga drita argjente e hënës. Lumi poshtë shkëlqen si shirita metalik nën hënë, duke lëvizur me të njëjtën butësi, por tani duke reflektuar atë dritë magjike të natës. Çdo gun pran lumit ka hijen e tij. Çdo krimbi imët mbi tokë ka relevancën e tij nën dritën e hënës. Ti je ende aty, shtrirë mbi livadh, duke shikuar hënën duke ngrihet, dhe ndihen si frymëmarrja jote po ngadalsohet akoma dhe akoma, dhe ndihen si mendjet e tua po qetësohen, si ujë që vendoset ngadalë pas trazimit, duke u bërë pasqyrë e qartë dhe e qetë. Nuk ke nevojë të mendosh asgjë, nuk ke nevojë të planifikosh, të kujtosh, të analizosh. Je aty, thjesht je, dhe kjo është shumë e mjaftueshme. Nata kishte vendosur veten mbi mal me atë qetësi të plotë karakteristike. Jo një natë e hashpër dhe e ashpër, por nata e butë me zverës, kur ajri është freskët por jo i ngrirë, kur trupi jot ndihet mirë pa asgjë tjetër veç frymëzimit të natës mbi lëkurën tënde. Yjet ishin aq të shumt sa qielli dukej si i mbushur, si nëse natyra kishte derdhur dritë mbi të me bollëk dhe gëzim. Ec ngadalë buzlumit, duke dëgjuar ujin. Nata e qon zërin e tij ndryshe, më qartë, pa zhurmët e ditës. Çdo flusk, çdo rënje e ujit mbi gur, çdo valzim në përër, dëgjohen me precizion dhe bukuri. Lumi natën ndigjet si kanalje sekrete e rrëfimeve, si dikush që flet me zë të ulët dhe të sinqert, duke e ditur se askush tjetër nuk po dëgjon. Gjeta një vend ku brekshkëmbi shtrihet pak mbi ujë si platformë natyrale. Gurin ishte të lëmuar nga lumi dhe e ftohtë dhe e sigurt nën ty. Ulesh aty me këmbët ulur drejt ujit, deshte pa kontaktuar, vetëm duke ndjer ajrin e lagësht që ngritet nga sipërfaqja e lumit. Ai ajër ka erë të veçantë, erë lumi, erë të rërës së pastër dhe barishteve ujore, erë freskina të specifike të ujit gjallë dhe rrjedhse. Hëna reflektohet tashmë dhe në ujin e lumit, e shet dridhen, copëzohet, bashkohet sërisht, gjithnjë e njëjta hën, por nëpër ujë duke u bërë diçka tjetër, diçka më dinamike dhe poetike. Kur era kalon, pasqyra ujore thyhet në mira grimca argjëndet dhe pastaj bashkohet sërisht, pothuajse menjëherë, si nëse drita ka nevojë vetëm për një çast të shkurtër pushimi para se të rikthehet e plot. Grilli vazhdon korin e tij. Janë me mira, por nuk e di nga vijnë, sepse zëri i tyre është kudo dhe askund, si nëse toka vet po këndon. Ky kor nuk lodh kurrë veshin, ka një ritëm të tij, madje edhe variacion, faza ku qetësohet pak dhe faza ku intensifikohet, si val deti, por me zë. Nëse e dëgjlon mjaftueshëm kohë, ndjek ritmin e vet të frymëmarrjes me të, pa e dashur, pa e planifikuar. Gjethet si për teje lëkunden lehtë. Ai tingull, ai fshfërimi butë i gjetheve natën, ka diçka të posaçme. Ditën tingëllon ndryshe, më i gjallë dhe më i shpejt. Natën bëhet i gjatë dhe i menduar, si faqet e librit të kthyer ngadalë, si rrëfimi i dikujt plot urtësie e qetësi. Dëgjoje pa e analizuar, lëre të hyjë nga veshët dhe të shpërndarë nëpër të gjithë trupin tënd, deri tek gishtat e këmbëve, deri tek fundi i frymëmarrjes sate. Shikoje qiellin sërisht, është i gjerë dhe i thellë, i mbushur me dritë me yje. Sheh se disa yje janë të lëvizshëm, jo shumë, vetëm nëse shikoni gjatë dhe me kujdes, si nëse bota rrotullohet ngadalë dhe yjet ecin bashkë me të. Kjo rrotullim, kjo lëvizje e heshtur e universit, është diçka që njerëzit e kanë harruar ta ndjejnë, sepse janë shumë të zënë. Por natën, pran lumit, nën yje, e ndjen atë. Ndihet i vogël, por jo në mënyrë dëshpëruese. I vogël si fëmijë i dashur, i mbajtur me kujdes. I vogël si pjesë e diçkaje shumë të madhe dhe shumë të mirë. Ajri i natës po bëhej pak më i freskët. Nuk është ftohtë, vetëm i freskët mjaftueshëm për ta ndjerë mbi lëkurën tënde si një përkëdhele të butë.
Nëse do të kishe batanie, do ta shtronë mbi vete tani, jo nga nevoja absolute, por nga ajo gjëzimi i vogël i të ndjerit të mbrojtur dhe të ngrohtë ndërkohë që natyra është jashtë. Ky kontrast midis freskisë jashtë dhe ngrohtit të mbrëmshëm është një nga ndjejimet më të komodshme të njeriut, diçka primitive dhe e thellë. Zogjtë e natës filluan thirrjet e tyre. Kukuvaj ka nga larg, zëri i saj i madh dhe i qetë, duke ndëruar pyetje me qiellin e zi. Ka diçka filozofike në zërin e kukuvajkës. Nuk këndon si zogjtë e ditës, me gjëzim dhe valzim. Flet, pothuajse, me atë thirrjen e saj dyrokore dhe të qëndrueshme. Dëgjoj edhe shih nëse e gjen paqen brenda asaj zëri. Shumë njerëz e gjejnë. Shumë njerëz, ndërkohë që dëgjojnë kukuvajkën natën, ndihen të lidhur me diçka shumë të lashtë dhe shumë të sigurt. Lumi është qetë tashmë, më i ngadalshëm se dita. Edhe ujërit rrjedhin ndryshe natën, si nëse edhe ata dinë se ka ardhur koha e pushimit. Ende rrjedh, ende vazhdon rrugën e tij, por me ritëm më të qetë dhe ton pak më të ulët. E dëgjon dhe gati mund ta ndash ritmin e tij, atë përparim të heshtur dhe të pa-ankthshëm, drejt diçkaje të largët dhe të panjohur, por gjithmonë drejt asaj drejtimit. Fillon të ecësh sërish, këtë radhë larg lumit, duke u ngjit pak kapylli. Shtegu nën hën është i qartë dhe i sigurt. Hija e pemëve bëjnë modele interesante mbi tokë, të errta dhe të qeta, dhe kalon mbi to pa frikë dhe me kuriozitet. Në dritën e hënës, gjithçka duket e transformuar. Gjethet kanë ndriçim argjend, gurët hedhin hije dyfishe nga hëna dhe yjet. Edhe bari i thjesht i shtegut shkëlqen pak nën këtë dritë. Pranë një lisi të madh, ndalet. Lisi është i vjetër dhe i fuqishëm. Trungu i tij aq i trash, sa duhet 2 njerëz për t'i rrethuar me krahët e tyre. Gjethe i tij janë të shumtë dhe të dendura, duke krijuar një kupol naturale nën të cilën qëndron një hije e thellë si grua. Çoj dorën dhe prek lëvoren e tij. Është e ashpër dhe e thellë, me plasaritje dhe dallge, si lëkura e kafshëve të egra, si harta e rrugëve të shumë viteve. Nën shuplakën tënde mund të ndjesh trashësinë dhe qëndrueshmërinë e tij, diçka aq të qëndrueshme sa duket e pamundur të ndryshojë. Ndal pranë tij për pak. Mbështet shpinën mbi trungun e tij dhe mbyll syt. Mos dëgjo asgjë të veçantë. Dëgjo gjithçka njëkohësisht. Korin e grillëve, fshfërimën e gjetheve, largësinë e lumit, thirrjen e kukuvajkës, erën e lehtë, frymëmarrjen tënde. Gjithçka bashk, brenda një çasti, brenda trupit tënd, brenda natës. Kjo është meditimi më i thjeshtë dhe më i plot. Kjo prani totale pa qëllim tjetër përveç të qenit. Koha kishte humbur kuptimin e zakonshëm të saj. Nuk e dishni se kanë kaluar minuta apo orë. Nuk ka rëndësi. Hëna është ngritur e plot mbi malin, duke hedhur dritën e saj argjend mbi gjithçka, duke transformuar natën nga diçka e errët në diçka shëndritse me dritën e vet. Kjo natë me hënë të plot është dhuratë e rrallë dhe jashtëzakonshme. Ul shikimin nga qielli tek toka. Pranë shtegut, mes barit të lagur, ndriçojnë gjelbërza. Insektet e lehta, të vogla si pika drite të lëvizshme, ndezen e fiken me ritmin e tyre, të sinkronizuar mes vete në mënyrë mistike. Janë qindra, ndoshta mira, të shpërndar mbi livadhe dhe mes pyllit, duke krijuar atë spektakël mahnitës të natyrës që nuk mund të imitohet. Shikoje, ndjeje si zemra jote ngrohet paksa. Ec ngadalë mes gjelbërzave. Ato janë të padijshme ty apo të pandikuara. Vazhdojnë ritmin e tyre duke ndezur e fikur me atë mistike sinkronizim. Kur kalon pranë tyre, disa largohen, disa qëndrojnë, disa ndezen drejt për drejt para syve tuaj, si nëse duan të tregojnë diçka. Kush di? Ndoshta natyra komunikon gjithmonë, ndoshta ne vetëm nuk jemi zakonisht mjaftueshëm të qetë për ta dëgjuar.
pranë një guri të madh, gjen diçka interesante. Bashkim ujrash. 2 rjedha lumenjsh takojnë njëra tjetrën, aty dhe bëhen bashk. 1. Takimi i tyre është i heshtur dhe i heshtur. Njëra ujë vjen nga lindja, tjetra nga veriu, dhe në atë pikë ato kthehen bashk si dashamirës të vjetër që ndahen vonë. Bashk, rjedha e re është pak më e madhe, pak më e qartë, pak më e fuqishme, por ende e butë dhe e qetë. Shiko atë bashkim të ujrave nën hënë. Sipërfaqja e ujit është si pasqyrë 2 fisht tani, 2 rjedha të ndryshme duke u bashkuar dhe duke reflektuar të njëjtën hënë, të njëjtit yje. Ka diçka madhështore dhe domethënëse brenda kësaj panorame. Nuk ke nevojë t'i japësh metaforë, është e bukur si është, si realitet, si lumë dhe si ujë, dhe si hënë mbi ujë. Vazhdo në rrugën në përpyll gjatë natës. Nuk ndjesh frikë. Pylli natën ka ndryshuar karakter, ka bërë pasur botën e vetë të natës, me zërat dhe dritat dhe lëvizjet e veta, por nuk ka të keqe. Ndoshta kur ishte fëmijë, errësira ishte diçka shqetësuese, por kjo errësirë e pyllit natën nën hënë nuk është ajo errësirë. Është dritë tjetër, ngjyrë tjetër e të njëjtit botë. Sheh gjurmë kafshësh në dheur të lagur pranë lumit, gjurmë të vogla, ndoshta dreri ri apo dele egër. Kafsha vet, ndoshta po prehet tashma diku nën pemë, e kthyer në vetvete, me sytë gjysmë të mbyllura, duke ndjekur ritmin e natyrës pa pyetur pse. Kafshët din diçka që ne kemi harruar, din të prehin plotësisht, të dorëzohen plotësisht tek gjumi, pa rezistencë dhe pa shqetësim. Natën edhe ne mund ta mësojmë këtë. Era u ngrit pak tani, nuk është erë fort, është ajo erë e lehtë mes natës, frymëzimi i butë i maleve, i cili sjell me vete erë të borës nga majat e larta, edhe nëse bora është larg. Ka diçka magjike në erën e natës, ndryshe nga era e ditës, ka thellësi dhe mistik, sjell ndijime nga larg, nga vende të padukshme, si mesazhe të enkriptuara nga bota e fshehur. Pemët lëkundin butësisht, degët e sipërme krijojnë atë zë si val deti kur era është e fortë, por tani janë vetëm shurshurima të buta, cicërime lehtë si fshfërim njerëzore. Gjethet kthehen dhe rrotullohen dhe ndihen si duar të buta duke të lëvizur pas teje ndërkohë kalon. Pylli ka ndërtuar lloj intimitetit me ty gjatë kësaj nate, si mikpritje e heshtur por e sinqertë. Gjen një vend ku hapja e pyllit lejon shikimin e plot drejt qiellit. Shtrihesh mbi bar prap. Kësaj radhe ndihesh ndryshe nga herën e parë, edhe më i qetë, edhe më i shkrir brenda qastit. Toka nën ty ka kuptim tjetër tani, është bazament, mbështetje, shtëpi. Trupi yt i rënd dhe i relaksuar bën shënjëzimin e vet të thellë në barin e njom dhe ti ndihesh plotësisht e mbrojtur dhe e mbajtur. Yjet mbi ty janë shumë. Nëse provon ti numërosh, arrin në disa qindra dhe pastaj humb rrugën dhe fillon sërisht dhe e kupton se nuk mund të numërohen. Janë si kokrat e rërës, si pikat e shiut, si mendimi shumëzuar deri në pafundësi. Dhe mes tyre, galaktika jon vishte fushën si shash i holl dhe argjendët, i dukshëm tashmë në qiellin e pastër të malit, duke ta bëzuar kaq qartë sa pothuajse mund ta prekësh. Mbyll syt dhe dëgjoj gjithçka një herësh, grillin dhe bretkosin, erën dhe gjethet, lumin nga distanca, zërin her pas herësh të kukuvajkës. Gjithë ky orkestër natyral vetëm për ty, vetëm për këtë moment. Ndi si çdo tingull bëhet pjesë e teje, si hyn brenda frymarrjes sate dhe del me frymën tjetër, pak i ndryshuar, pak i thithur nga trupi yt. Ti po bëhesh pjesë e pyllit, pylli po bëhet pjesë jote. Gjysmënata kishte kaluar. Ndoshta, hëna ishte tashmë lart dhe e plot, duke dhënë dritën e saj maksimale dhe bota nën të
ndriçonte me atë të argjend të veçantë. Shikoje pemët me kujdes dhe do të shihje se si secila gjethe ka dy anë. Njëra anë e ndriçuar nga hëna dhe tjetra në hije. Krijonin atë alternacion të lehtë dhe të bukur të dritës dhe errësirës. Kthehesh ngadalë drejt lumit. Uji tani, nën hënën e plot, është si argjend i lëngshëm duke rrjedhur. Çdo valëzim mbi sipërfaqen e tij shkëlqen me intensitet të veçantë. Rënja e vogël ujore para teje, aty ku lumi zbret mbi disa gur të shesht, krijon një çeskade të vogël argjend dhe me zë kristalor, të dëlirë dhe të qartë, si muzikë e instrumentit më delikat. Ul këmbët pak në ujë. Ftohtësia e natës i ka ftohur edhe ujrat pak, por nuk është e padurueshme. Është pikërisht e duhurit, ajo ftohtësi relaksuese që zgjon të gjitha ndjenjat, që bën gishtërinë e tu të ndjejnë çdo gur dhe çdo rënë nën ta. Ujrat rrjedhin lehtë rreth gjunjëve tu, duke bërë atë tingull të butë rrjedhse të ujit rreth pengesës, atë zhurmë si fshfërime vazhdueshme. Rri kështu për pak. Uji mbi këmbë, hën mbi kokë, pyll rreth teje, natë plot dhe e qetë. Nuk ka ndryshim tjetër, nuk do të ndodh asgjë tjetër përveç kësaj qetësie. Ndihesh i ankoruar dhe i lirë njëkohësisht, si plisi mbi ujë, i cili mbahet nga sipërfaqja, por i lirë të lëviz ku e çon era. Pranë teje, mbi gur, peshqit e vegjël argjëndat janë sërish aty. Edhe natën ata janë aktiv, duke ndjekur rrymën e ujit dhe ushqimin e tyre të imët, të paditur apo indiferent ndaj prezencës sate. Ata janë botë më vete, të plot dhe të mjaftueshëm, me paqen dhe rregullin e vet. Shikoj dhe gëzohu me ekzistencën e tyre. Dole ujin dhe ulu mbi gurin e madh pranë bregut. Thae këmbët me duart tua, duke ndihur ngrohtësinë e tyre pas ujit të ftohtë. Pastaj, mbështetesh mbrapa, duke u shtrirë me shpinën mbi gurin e lëmuar nga uji. Guri mban ngrohtësinë e ditës ende, pak e zbehtë, por e pranishme, si diell i ruajtur brenda gurve. Flas vetes me zë shumë të ulët, ndoshta vetëm mendimisht, ndoshta vetëm me frymëmarrjen. Jam mirë, jam këtu, jam i qetë. Fjalë të thjeshta, por të plota. Fjalë me kuptim real, jo si premtim, por si konstatim i faktit. Je mirë, je këtu. Dhe kjo natë, ky pyll, ky lum, të mbajnë dhe të pranojnë, dhe të dojnë me atë dashuri të heshtur dhe të përjetshme, e cila nuk di të gënjej. Kaloi pak kohë dhe ngjallja e ftohtësisë lehtë të ajrit të natës të shtyu të lëvizje. Jo me nxitim, por me atë lëvizje graduale të njeriu të pushuar dhe të qetë, i cili ndjek rrymën e natës si lumi ndjek rrugën e tij. U ngrite dhe fillove të ecësh sërish buz lumit, por tani duke u larguar nga hapësira e hapur dhe duke u kthyer thellë brenda pyllit. Pylli i mesnatës ishte i ndryshëm nga pylli i ditës, por jo i panjohur. Kishte marrë karakter tjetër, diçka më intime dhe më të brendshme. Pemët ishin të njëjtat, gurrët ishin të njëjtë, por gjithçka duke i pak si e rilindur nën hënë. Edhe mysku mbi gurrët kishte ngjyrë tjetër, pak argjande, pak e errët, por gjithmonë e butë në dorën tënde kur e prikje. Ndërkohë që ecësh, mendjet tua filluan të qetësohen edhe më shumë. Kjo ndodh gjithmonë kur trupi lëviz me ritëm të ngadaltë dhe qëndrueshëm. Mendimi fillon të ngadalsohet, idet fillon të bëhen pak si re të buta dhe jo si gur të rëndë. Shqetësimet e ditës, nëse kishte, ndihen të largta, si gjëra të ndodhura në botë tjetër, në rrethan tjetër. Pylli ka aftësi ta bëj këtë, të largoj urgjencën e rreme të jetës moderne dhe të rivendos perspektivën e vërtet. Gjethet nën hën binin her pas here. Shikoje njërën, lëvizja e saj e ngadalshme poshtë, kthehej pak majtas, pak djaftas, duke ndjekur ajrin që e mbante pak para se ta ligjëroja me butësi mbi tokë. Çdo gjethe ka rrugën e vet unike të rënjes, ndryshe nga çdo gjethe tjetër, si nëse natyra refuzon monotonin edhe brenda gjërave më të thjeshta. Ti e shikoje
dhe ndihesh mirë. Erë e re erdhi, kësaj here nga mali, pak e fortë dhe e ftohtë, plot erë borë nga majat. Mbylle sytë dhe le ta kalonte mbi fytyrën tënde, ta ndijoje plotësisht erën e maleve, erën e lartësive, ku ajri bëhet i hollë dhe i kristalt, ku bota duket ndryshe dhe shumë larg. Kjo erë solli me vete disi ëndjen e asaj lartësie, iluzionin e butë të largimit nga toka. Shumë lart mbi ty, mezi dukshëm mes degëve të dendura, kalon diçka e shpejt dhe e heshtur. Lakuriq nate ndoshta, me krahët e tij të heshtur duke prerë ajrin pa zë, ose ndonjë shpend nate i ngadalt, ferra e errët e tij duke u shkëputur nga drita e ndenjur. Çfarëdo qoftë, kalon dhe zhduket, dhe je aty duke shikuar vendin ku ishte çastin para. Ky pyll nuk është i vdekur natën, ka jetën e tij të plotë dhe aktive, por ndryshe. Kafshët e natës ndjekin pistat e tyre, insektet ndezin gjëlbërzat e tyre, dhe këndon kujtimet, pemët shkëmbejnë diçka të fshehtë mes rrënjve të tyre. Gjithçka vazhdon. Nata nuk është ndërprerje, është vazhdimi i ditës në dritë tjetër. Gjete një vend të mbrojtur mes dy gurve të mëdhenj, aty ku terreni bëhej pak i lëmuar dhe bari ishte i shkurtër dhe i dendur. Ulesh mes tyre, i mbrojtur nga dy anë, si në një fole natyrale. Gurët kishin grumbulluar pak ngrohtësi, dhe të dy anët ishin të sigurta dhe të qëndrueshme. Ndihesh si zog brenda folës, i mbrojtur dhe i mbajtur nga bota e madhe. Mbyll syt dhe dëgjo vetëm. Bëj atë eksperiment të thjeshtë. Dëgjo çdo tingull që mund të identifikosh. Fillon nga më afërmi. Frymëmarrja jote, rrahja e zemrës sate, nëse mund ta dëgjosh, lëvizja e rrobave tua, ndërkohë frymëmarrje. Pastaj pak më gjerë, fshfëritja e barit pranë teje, tingulli i gurve kur ndonjë grimcë e imët lëviz, pastaj edhe më gjerë, lumi, grilli, era, zogu i natës, dhe pastaj gjërë sa mundesh, deri tek tingujt e largët, deri tek ato gjëra gati të padëgjueshme mes heshtjes, si pulsimi i natës vet. Kur e bën këtë ushtrim, diçka ndodh brenda teje. Vëmendja jote shpërndahet dhe qetësohet njëkohësisht. Shpërndahet sepse dëgjon shumë gjëra, qetësohet sepse je plotësisht prezent, nuk mendoni asgjë tjetër, thjesht je duke dëgjuar. Kjo prania plot, kjo dëgjim totale, është meditimi i vërtet, është gjendje ku mendja pushon nga vrapimi i saj i zakonshëm dhe thjesht ulet dhe dëgjon. Pas pak, fillove të ndihesh ngadalë i rënd. Ky rëndim i butë dhe i këndshëm i trupit, kur muskujt fillojnë të lirohen nga tensioni, kur shpatullat bien pa vullnet, kur qafa lehtësohet dhe koka varet pak si gjethe e rënd. Kjo ndjesi e njohur e relaksimit të thellë, ndjesia e hapjes së rrugës drejt gjumit. Mos i rezistoni. Le të vinte. Trupi yt e di kur ka nevojë për pushim. Natyra rreth teje është shoqëri dhe mbrojtje. Yjet mbi ty janë dritat e shtëpisë. Hëna është lampa e natës, e butë dhe argjend, e mjaftueshme për të parë, por pa shqetëson syt. Lumi pranë dëgjohet si muzikë e gjumit, e vazhdueshme dhe e qetë. Nuk ke nga ke frikë, nuk ka asgjë tjetër që duhet bërë. Frymëmarrja jote u ngadalsua. Hyrja e ajrit tani zgjatej pak më shumë, dilte pak më ngadalë. Çdo frymëmarrje ishte si vale detit, ngrihet dhe bie, ngrihet dhe bie, e rregullt dhe e qetë, dhe e plot. Nën gurët e mëdhenj, mes barit të freskët, nën qiellin e mbushur me yje, trupi yt filloi ta pranoi çlirimin e përmbushjes totale. Por para se t'i dorëzohesh plotësisht gjumit, natyra kishte akoma diçka për të treguar. Ngrihesh ngadalë dhe ec drejt një vendi pak të lartë, aty ku mali shtrihet nën qiellin e hapur. Nga kjo lartësi, shikon valën e plot të pyllit poshtë, rrjedhën e argjend për lumit mes pemëve, e larg, shumë larg, dritat e vogla të fshatit si konstelacion tjetër mbi tokë. Por shikon edhe diçka tjetër. Mbi malin e largët, ku bora e dimrit nuk ka shkrirë ende plotësisht, hëna reflektohet mbi sipërfaqen e borës
dhe krijon një ndriçim të veçantë, si diell i vogël e ftohtë mbi majën e malit. Kjo dritë e dyfishuar, e hënës mbi borën e bardhë, i jep maleve një pamje aq madhështore dhe aq të qetë, sa ndalon dhe nxjerr frym ngadalë. Diçka thelbësore ka takuar sytë e tu këtë natë, jo vetëm bukurinë vizuale, por diçka tjetër pasaj, diçka e vështirë për t'u emërtuar, ndoshta ajo ndjesia e lidhjes me botën, me natyrën, me gjithçka ekziston. Ne jemi kafshë të pyllit, një lloj si zogjt dhe peshqit dhe kafshët e tjera. Kemi evoluar në qej të hapur dhe gjumë pran lumenjve dhe ngrohje pran zjarreve. Trupi ynë e njeh gjithë këtë, e njeh erën e drurit dhe zërin e ujit dhe dritën e hënës si gjëra të shtëpisë, jo si gjëra të panjohurës. Kthehesh ngadalë, me hapa të qetë dhe të sigurt, drejt vendit tënd me zgurrve. Nuk ka nxitim, nata ka akoma kohë dhe trupi yt ka akoma pak dëshirë për të ndenjur i zgjuar brenda kësaj qetësie, para se të dorëzohet gjumit. Kalojnë pran pemës së madhe që ke takuar gjatë ditës. Nën hën, pamja e tij ishte ndryshe. Degët e tij të gjëra shtrihen si krahët e një kafshe të madhe fluturuese. Silueta e tij kundrejt qiellit të ndriçuar me hën është aq e bukur dhe aq e fortë sa ndalon dhe nxjerr frym ngadalë. Ti nuk e duhej të bëje asgjë, thjesht qëndron aty, pran pemës së vjetër, nën qiellin e yllit dhe ndihesh i plot. Natën e vonë, pylli bëhet edhe më i qetë. Zogjt e natës kanë heshtur tashmë. Grilli ka ulur zërin e tij, era ka kaluar. Mbetet vetëm ajo qetësia e thellë e pyllit, e cila nuk është qetësi absolute, por diçka shumë afër saj. Dëgjohet vetëm lumi, ai tingull i vazhdueshëm dhe besnik, i cili nuk ndryshon me orën, nuk ndryshon me stinën, nuk ndryshon me asgjë, thjesht vazhdon rrugën e tij. Shtrihesh sërish mbi barin e livadit të vogël, kësaj radhe me trupin e plot të shtrirë, me duart mbi gjoks, me fytyrën drejt qiellit. Toka nën ty ka ftohur tashmë, e freskët dhe e lagërt. Nga vesa e mesnatës, por ti nuk ndihesh i ftohtë. Gjakisja jote e mirë dhe relaksimi i thellë të mbajnë të ngrohtë. Yjet lart janë shumë. Ke parë yje dhe më herët, por tani, me syt plotësisht të hapur dhe me mendjen plotësisht të qetë, i sheh ndryshe. Sheh thellësinë mes tyre, distancat e pabesueshme, hapësirën e pafund që i ndan. Dhe njëkohësisht sheh si janë të gjithë aty, mbi ty, rreth teje, si tavan me dritë të shpërndar mirë, si kup mbi kokën tënde. Numëroj yllet. Fillon nga rruga e qumshtit, ajo vije zbehur argjend, shko drejt lindjes, pastaj verior, pastaj perëndim. Numëro sa të mundesh përpara se të humbas numrin. Nuk kemi rëndësi ku humb numri. Ky numërim i yllit është thjesht mjet për të mbajtur mendjen e zënë me diçka të qetë dhe të padëmshme. Ndërkohë trupi yt i relaksohet edhe më thellë dhe frymëmarrja jote bëhet akoma edhe më e ngadalshme. Me sillit sheh një rrezë drite që lëviz, jo yll, jo aeroplan, diçka tjetër, ndoshta satelit, duke kaluar në përqiellin me ritëm të rregullt dhe të qetë. E ndjek me syt derisa humbet pas horizontit, dhe pastaj shikimi yt kthehet tek yjet e qëndrueshëm, tek ata miqtë e besuar të natës, të cilët janë aty çdo natë, edhe kur rreti mbulojnë, edhe kur ti fle dhe nuk i sheh. Ora e rëndomt kishte dal nga mendja jote plotësisht. Nuk ekzistonte koha këtu, në mënyrën që zakonisht e njeh. Ekzistonte vetëm kjo sekuencë e ngjarjeve natyrale. Zëri i lumit, fshfëritja e gjetheve, dridhja e ylleve, frymëmarrja jote. Këto ishin ora e vërtet, ora e jetës, e cila mat kohën jo me minuta, por me frymëmarrje dhe me zëra. Ndërkohë që shtrihesh aty,
Ndihesh si gjërat fillojnë të qetësohen brenda teje në mënyra ende më të thella. Trupi yt është i shtrirë dhe i qetë, muskujt janë liruar, por edhe brenda, aty ku mbahen shqetësimet dhe mendimet e papërpunuara, ndihej si diçka po lirohej, si nëse pylli dhe hëna dhe lumi kishin arritur edhe aty brenda, duke nxjerr pak nga ai ngarkesë të panevojshme që mbajmë gjithmonë pa e ditur. Kjo është natyra e natës, jo vetëm kalo kohë. Natyra gjatë natës është kurrë, është terapi e lashtë, e cila ka funksionuar për miliona vite, para se njeriu të sajonte fjalën terapi. Gjumi pranë zhurmës së ujit, pushim nën yje, frymëmarrje me ajrin e pyllit, gjithë kjo ka efekt të thellë dhe real mbi trupin dhe mendjen njerëzore. Dëgjoje lumin edhe një herë. Ai vazhdon si gjithmonë. Uji i tij, të cilin keni parë të rrjedh gjatë gjithë ditës, tashmë ka kaluar shumë larg. Ka arritur ndoshta në lumin e madh poshtë, ka shkuar drejt detit, por uji i ri ka zëvendësuar atë, i ardhur nga shiu dhe bora e maleve, i ushqyer nga burimet e thella. Lumi kurrë nuk është i njëjti ujë 2 herë, por gjithmonë është i njëjti lum. Ka diçka filozofike dhe qetësuese brenda kësaj mendimi. Ky mendim të çon ngadalë dhe butë drejt errësirës së brendshme të syve. Mendimi zbehet, imazhet bëhen të turbulluara si pamjet e ujit natën, dhe frymëmarrja jote vazhdon, e rregullt dhe e besuar, duke të mbajtur pa ndërhyrje, duke qenë aty si gjithmonë. Ëndërimi filloi gradualisht, siç fillon gjithmonë me të mirën, pa linjë të qartë mes zgjimit dhe gjumit. Imazhe të ngadalshme dhe buta filluan të shfaqen aty ku kishte qenë mendimi, vale të livadit, pemë të lëvizshme, ujë argjend, por jo si memorie vizuale të ngurtë, si ngjyra të lirshme, si ndjesi të pastërta pa formë të caktuar. Mund të ndiheje si peshësia e trupit tënd po thellohej mbi tokë, si nëse toka vet po të tërhiqte me butësi, po të mbante, po të thoshte: "Eja, pusho, je i sigurt këtu." Dhe ti u dorëzove, ngadalë dhe pa rezistencë, si gjete e rënë mbi ujin e qetë, si re e shpërndar nga era e butë. Imazhet e ëndrimit erdhën me ngjyra të buta, kaltërsi e lehtë, gjelbërim i thellë, argjend hënor. Nuk kishte histori brenda tyre, nuk kishte fillim dhe mbarim. Ishin thjesht ndjesi, forma pa emër, lëvizje pa destinacion. Pylli vazhdonte edhe aty brenda gjumit, prezent si miku më besnik. Por ëndrimi ka hyrje dhe dalje, ka kthime të lehta drejt sipërfaqes para se të zhytesh sërish thellë. Njëra prej tyre ndodhi kur era e natës kaloi mbi fytyrën tënde, e freskët dhe e butë si palma e dikujt të dashur. Syt u hapën për një çast, vetëm për një sekond, dhe pan qiellin me yje ende aty, besnik dhe i plot. Pastaj u mbyllën sërish, edhe më thellë se herën e mëparshme. Lumi vazhdon. Kjo dihet pa e dëgjuar, si fakti bazë i botës, diçka aq konstante sa rrahja e zemrës. Lumi vazhdon, ora kalon, bota rrotullohet, gjithçka është mirë. Kjo siguri, kjo besim i thjeshtë dhe i thellë te rregullësia e natyrës, është bazamenti i paqes së brendshme. Gjatë natës, bota ndryshon disa herë fytyrë. Ka orë kur errësira është e plotë, kur hëna zhytet pas maleve dhe yjet janë dritat e vetme. Ka orë kur qielli fillon të humb ngjyrën e tij të zezë dhe merr atë blu të thellë të paraagimit, atë ngjyrë të papërcaktuar midis natës dhe ditës, e cila nuk ka emër të mirë, por të gjithë e njohin. Ka orë kur qivjuja e parë e zogut can heshtjen pa njoftim. Ti fle mes gjithë kësaj, frymëmarrja jote e barabartë dhe ngadalshme, gjoksi yt ngrihet e bie,
me ritëm të pastër si vale vogël. Trupi yt punon pa lodhje, zemra ra, mushkërit marrin ajrin e pyllit, qelizat ripërtërihen dhe pushojnë. Gjumi nuk është kohë e humbur, është koha kur bëhet shumica e punës, kur të gjitha ato ndjenjime dhe kujtesa të ditës përpunohen dhe vendosen në vendin e tyre. Natën e thellë, pylli flet me gjuhë tjetër, jo me tinguj të dëgjueshëm, por me diçka nën pragun e dëgjimit, me dridhje të tokës, me komunikim të rrënjve nën dheu, me shkëmbim të heshtur me pemëve të vjetra. Shkencëtarët e din tani këtë, se pemët komunikojnë nëpërmjet rrënjve dhe kërpudhave, duke ndarë ushqim dhe sinjale me njëra tjetrën. Pylli është komunitet, jo koleksion individual pemësh, dhe ti, duke fjetur brenda ti, je i mirëpritur dhe i mbrojtur nga ky komunitet i vjetër. Ndërkohë që flet, pylli qetëson edhe ajrin rreth teje. Pemët lëshojnë substanca të holla në ajër, aromatik dhe shëruese, fjalë kimike të botës bimore, të cilat kur i thithësh bëjnë diçka real në trupin tënd, ulin tensionin, ndihmojnë imunitetin, qetësojnë nervat. Pemët janë apotekar të heshtur dhe bujar, duke dhënë ilaçe pa pagesë dhe pa recet të gjithve që vinë. Ti thith ajrin e pyllit dhe trupi yt e përpunon me mirënjohje. Çdo frymëmarrje është marrëveshje me pemët. Ti merr oksigjenin e tyre, ti u jep dioksidin e karbonit dhe cikli vazhdon, si ka vazhduar miliona vite, si partneritet i heshtur dhe i dobishëm për të dyja palët. Mbi ty, yjet janë akoma aty. Ka disa orë para agimit dhe qielli është në kulmin e errësirës dhe të ndriçimit të yllit njëkohësisht. Kjo paradoks, errësira dhe drita bashk, është ndoshta imazhi më i vërtet i ekuilibrit. Asnjë plotësisht patjetrën, të dyja të nevojshme, të dyja të bukura. Grilli ka ulur tani, vetëm disa ende këndojnë, të qëndrueshëm dhe besnik, si roja e natës. Dhe lumi vazhdon, gjithmonë lumi, gjithmonë ky zë i besueshëm dhe i qetë, që të kujton se diçka vazhdon, edhe kur gjithçka pushon. Para agimit, ka një moment të veçantë, të cilin pak njerëz e njohin, sepse pak njerëz janë zgjuar atëherë. Është ora kur errësira është thellë dhe nata ka marrë fundin e saj dhe dita nuk ka filluar ende. Bota është në gjendje të pezulluar mes dy frymëmarrjeve kozmike, mes nxjerrjes dhe hyrjes. Zogjt ende nuk këndojnë. Era është plotësisht e qetë. Grilli ka heshtur, vetëm lumi flet. Kjo heshtje para agimit ka cilësi të veçantë. Nuk është bosh, është e mbushur me pritje, me mundësi, me diçka që do të ndodhë, e gjithë bota e di, por pret me durim. Nëse do të ishe zgjuar tani dhe do të qëndroje krejtësisht i qetë, do të ndiheje atë pritje me të gjithë trupin tënd, me çdo qelizë. Por ti fle, dhe kjo është mirë. Kjo pritje ndodh edhe pa ty, dhe kur të zgjohesh, dita do të jetë aty e plot, e re, si çdo ditë e re, me diell dhe zogj dhe erë, e gjithë furnizimi i mundësive të saj. Nuk humbet asgjë duke fjetur, fituari gjithçka. Trupi yt brenda gjumit ka luajtur në udhëtimin e vet nëpër fazat e gjumit, nga sipërfaqja drejt thellësisë dhe kthim, si zhytës nëpër ujë. Fazat e thella të gjumit, kur zemra ngadalësohet dhe trupi ndrejq veten, janë nga çastet më të çmueshme të jetës, megjithse nuk kujtohen. Janë koha kur mozaikut i vendosen copët, kur librit i ndreqen faqet, kur gjithçka e ditës bëhet pjesë e historisë sate. Larg, shumë larg, mbi malin e largët, qielli filloi të ndryshonte ngjyrë, shumë pak, shumë ngadalë, vetëm nëse do ta vërehesh me kujdes. Errësira absolute e zezë filloi të zbehej pak, filloi të marrë atë nuancë të thellë të blut të ndonjë oqeanike, atë ngjyrë të hapjes graduale të botës. Ndryshimi ishte aq i ngadalë sa nuk mund ta vërehesh nëse do të shikoje, por nëse do të ikje
dhe të ktheheshe pas 10 minutash, dallimet do të ishin të qarta. Zogjt ishin të parët ta ndjenin, dikush i vogël, dikush matur, por pa dyshim i zgjuar, qirr nga dega e tij mbi pyll zërin e parë të mëngjesit. Vetëm një herë, i shkurt dhe i testuar, si nëse po provonte zërin pas gjumi. Pastaj, heshtja u kthye, por tashmë e ndryshuar. Tani ishte heshtje me kujtimin e atij zëri brenda saj. Pastaj tjetri, dhe tjetri, pak nga pak, siç fillon çdo simfoni e madhe, me instrumente që hynë njëri pas tjetrit, orkestra e pyllit filloi të ngrihet. Shumë zogj, shumë tela dhe fryera të kësaj orkestre natyrale, secili me zërin dhe melodinë e tij, por të gjithë së bashku duke krijuar diçka madhështore. Ky është kori i mëngjesit i pyllit. Nuk ka ekuivalent tjetër. Asnjë muzikë e bërë nga njeriu nuk mund ta imitoj, jo sepse nuk ka talent apo mjet, por sepse ky kor ka diçka tjetër. Ka vërtetësinë absolute të botës së gjallë, secilin zog duke kënduar nga nevoja e vet dhe gëzimi i vet, dhe jo sipas partiturit. Kjo autenticitet e bën të paimitueshëm dhe të pacënueshëm. Ti, brenda gjumit, dëgjon këtë kor nga larg, nuk zgjohesh. Zërat hynë brenda ëndrës sate si muzike brendshme, duke i dhënë ëndrës asaj cilësi muzikore. Fytyra jote relaksohet edhe pak më shumë. Njohurit trupit ënd, pa e ditur ngushtë ndërgjegja jote, se gjithçka është mirë, se bota është e rregullt, se mëngjesi vjen si gjithmonë. Agimi vinte me ngjyrat e tij të famshme, roz e para, e lehtë si ngjyrimi i gushnagjes, duke u shfaqur mbi horizont me modesti dhe bukuri. Pastaj portokalli, pak e guximshme por jo agresive, duke ngjyrë re e mundshme në atë ngjyrë të nxehtë dhe të gëzueshme. Dhe mbi gjithçka, qielli kaloi ngadalë nga blu e thellë natës drejt atij azuri të pastër të mëngjesit, transparente dhe i pandërruar. Drita e parë e ditës hyri në përpem me kujdes, si vizitor me mirësjellje, duke u zëvendësuar hija e natës ngadalë, duke zbuluar gjithçka që errësira kishte fshehur me mbrojtje. Myshku u bë sërish i gjelbër i gjallë. Gjethet morën kthim të tyre të vërtet. Lumi u bë sërish argjend, por me ngjyrë tjetër nga argjendi i hënës, të ngrohtë dhe jo të ftohtë. Vesa e natës kishte vendosur pikzat e saj të imta mbi çdo sipërfaqe horizontale. Gjethe kishin pika të kthjellta si xhevahir. Bar kishte qëndisje të shkëlqyer pikzash argjend. Dhe kur drita e parë i preku, ato u ndezën si diamanta të vogla, duke shndërruar livadën në diçka aq të bukur sa ndjehej si hyrje brenda tabloje. Zëri i lumit në ndritën e re ndihet ndryshe, edhe pse nuk ka ndryshuar asgjë brenda tij. Ndoshta janë veshët tuaj që marrin dritën e mëngjesit ndryshe. Ndoshta është ajo freskia absolute e mëngjesit që bën çdo ndjejim të ndihej i ri. Uji i mëngjesit ndihet si uji i parë, si uji i gjithë botës para se t'i prek njeriu. Dhe ti, gradualisht, fillon të kthehesh. Frymëmarrja ndryshon, pak më e thellë, pak më me vetdije. Muskujt lëvizin ngadalë, ngjasuar me mënyrën si pemët lëvizin para se të hapen plotësisht. Syt ende janë mbyllur, por prap atyre ndriçimi i dritës së mëngjesit ndihet, i butë dhe i mirëpritur. Porta e gjumit dhe zgjimit ishte e hapur të dy anët, dhe ti qëndroje në pragun e tij me lehtësinë e dikujt që nuk ka asnjë nxitim. Nuk duhej të zgjidhje menjëherë. Mund të rrihesh pak ndar dhe pastaj të ulesh sërish nëse do. Mund të shikoje dritën me syt gjysmë të mbyllur dhe të shijoje atë gjendje të ëmbël midis gjumit dhe zgjimit, atë hapësinë e brendshme ku trupi është i qetë, por mendja fillon të ndezë sërish, ngadalë si qiri i ri. Kjo gjendje ka emër greqishten e vjetër, hipnagogia, gjendje midis, vend ku imagjinata është e lirë
dhe mendja nuk ka kufizimet e plot të ndërgjegjes. Aty ideat vinë spontanisht, imazhet janë të gjalla, ndihet thellësi dhe lidhje me diçka jo të zakonshme. Shumë artistë dhe shkrimtar e kanë vlerësuar këtë gjendje për krijimtarinë e saj. Por sot nuk ka nevojë për krijimtari. Sot mjafton thjesht ta ndjesh, ta banosh, ta shijosh. Mëngjesin e pyllit ndjesh tani nga brenda, freskinë e ajrit që ka ndryshuar pak gjatë natës, tani pak më pak të ngrohtë, shumë herët, por do të freskohet sërish, ndryshe nga ajri mesdites. Erën e vesës mbi bar, atë erë të pastërtisë absolute dhe fillimit. Zërin e zogjve që të ishin bërë shumë dhe të qartë, duke krijuar atë atmosferë tipike të mëngjesit të hershëm të pyllit. Trupi yt ishte pushuar. Jo plotësisht ende, sepse pushimi vërtet kërkon kohë dhe kjo natë ka qenë vetëm fillimi. Por kishte filluar procesi. Kishte filluar ajo zhvillimi brendshëm kur diçka shpërngulet, kur diçka ngrihet, kur diçka bie ku duhet. Dhe kjo ndjesi, kjo lehtësi graduale, ishte e çmueshme si çdo gjë tjetër. Leri veten të ngrihet ngadalë, jo me alarm, jo me nxitim. Siç ngrihet bari me rritje, siç ngrihet shpendi nga foleja me shtrirjen e krahëve. Ngadalë dhe me qëllim. Ngritja e parë e kokës, shikimi i parë i botës në dritën e re të mëngjesit, frymarrja e parë e plotë e ndërgjegjshme. Pylli rreth teje shkel në dritën e mëngjesit. Çdo gjë duket e larë dhe e re. Gjethet kanë atë gjelbrim intensiv të mëngjesit, kur drita e re dhe vesa bashk japin kafshit të bimëve atë ndriçim të brendshëm. Lumi pranë poshtë shkëlqen si pasqyrë lëvizshme. Gurët e zbuluar janë të larë dhe të pastër. Ec ngadalë boz lumit. Shikoje ujin duke rrjedhur. Ka diçka terapeutike thelbësore në shikimin e ujit rrjedhse, diçka që studiuesit e kanë vërejtur dhe dokumentuar. Prania e ujit rrjedhse ul kortizolin, relakson sistemin nervor, krijon gjendje të paqes dhe pranisë. Trupi yt e di këtë para shkencës, e di intuitivisht, ndaj të tërhiqet kaq natyrshëm drejt lumit. Ul duart sërish në ujë. Pikat mëngjesore janë edhe më të ftohta se ato të natës, por mëngjesisht ftohtësia ndihet ndryshe. Ndihet si nisje, si gjallërim, si hapje. Spërkathëmi pak ujë mbi fytyrën tënde dhe ndjeje freskinë e tij absolute, pastërtinë e plotë të ujit malor mbi lëkurën tënde. Kjo ndjesi, kjo freski absolute e mëngjesit pas natës pranë lumit, është diçka që nuk harrohet lehtë. Mbetet brenda teje si kujtim fizik, si shenjë lënë nga natyra mbi ndjenjën tënd. Dhe kudo që ti jesh pastaj, kur mbyll syt, mund të kthehesh aty. Mund ta rigjesh atë freski, atë pastërti, atë ndjesi të fillimit të ri. Dita e re kishte filluar, e plot dhe e gatshme. Dielli nuk ishte dalë plotësisht ende, ishte akoma pas malit, por drita e tij ishte e pranishme, duke lyer qiellin lindor me atë ngjyrë të ngrohtë dhe premtuese. Shpendët ishin tashmë të shumtë dhe të zëshëm, duke e shpallur mëngjesin me atë gëzim specifik të fillimit. Ec ngadalë nëpër livadhen e mëngjesit. Bari i njom nga vesa lag çorapet nëse i ke, por nuk ka rëndësi. Ajo lagështi e freskët, ajo kontakti drejt për drejt i barit të njom mbi lëkurën tënde, është ndjesi autentike dhe e vërtet, ndjesi e lidhjes direkte me tokën. Mos i shmangi, leje të jetë aty. Leje bari i njom të flasi me këmbët tua, leje livadhen të mirëpres në ndrikën e parë. Prona e diçkaje shumë të madhe je ndofte gjithë këtë kohë brenda teje. Rikuperimi, jo vetëm trupi, por edhe mendja dhe shpirti, nëse don ta quash kështu, kishin marrë diçka nga kjo natë. Ishin ushqyer nga qetësia, nga ajri i pastër, nga zërat natyror, nga heshtja e vërtet. Ishin mbushur pak ku kishte boshllëk. Ishin qetësuar pak ku kishte trazim. Proces nuk ishte i plot. Proceset e kësaj natyre kur nuk janë të shpejta, por kishte filluar, dhe çdo fillim është gjë e jashtëzakonshme. Lumi të shoqëron edhe tani. Vazhdon krahas teje ndërkohë ec.
duke bërë atë zë të njohur dhe besnik. Sot, gjatë ditës, rruga jote do të ndahet nga e ti në ndonjë pikë. Do të kthehesh ka bota tjetër, ka detyrat dhe njerëzit dhe vendet, por do ta mbash numin e tij brenda teje. Do ta dëgjosh kur mbyll syt, do ta ndijosh kur ke nevojë. Mëngjesi thellohej me ngjyra. Dielli doli mbi majën e malit me atë madhështi të qetë e karakteristike, një disk i madh portokalli dhe i verdh, duke hedhur rrezet e para mbi gjithçka. Rrezet e para të diellit kanë diçka magjike, sidomos kur i shikon me sy të pastër dhe mendje të qetë. Janë të pjerta dhe të gjata, duke kaluar në ajrin e mëngjesit plot lagështi dhe grimca të imta, duke krijuar ato shafta drite të dukshme, ato rrugë drite që duken si ura mes qiellit dhe tokës. Nën ato rrugë driti, gjithçka ndriçonte ndryshe. Pika e vesës mbi gjethe bëhej diamant i vërtet, duke reflektuar dritën e diellit si prizëm i vogël dhe duke e shpërndar në ngjyrat e ylberit. Mjafton pak kujdes dhe pak perspektive sakt për ta parë. Shikoj gurin aty, mbi gjethe, ai kristali vogël i vesës duke mbajtur brenda tij të gjitha ngjyrat e botës. Ylberi nuk ishte dal tani, nuk ishte shi të ri, por çdo pikë vese mund të bëhej ylber i vogël nëse dielli qëndron në këndin e duhur dhe ti qëndron pikërisht aty ku duhet. Natyra shpërndan ylber të vegjël me bollëk atë që diti kërkoj. Çdo mëngjes pas natës me ves, çdo mëngjes kur shiu i natës ka larë gjithçka dhe dielli i ri ka dalë i freskët. Pastaj zbulon diçka tjetër. Mbi livadën, ku bari është i gjatë dhe i njom, mjegullën e lehtë të mëngjesit. Nuk është mjegull e rëndë dhe e mbyllur, është mjegull e hollë, pothuajse e dukshme, e ngritur vetëm disa centimetra mbi tokë, si shtrese bardhë dhe delikate mbi livadë, si mantili i hollë i vendosur mbi natën. Rrezet e diellit e depërtojnë lehtë, duke e bërë të ndriçuar dhe të luminoze, të bardhë si qumësht dhe transparente si mënthafsh. Ec nëpër atë mjegull të hollë dhe ndije si e lag lehtë pjesët e ulta të tua, si të rrethon me atë freski absolute të mëngjesit. Mjegulla e mëngjesit ka erë të veçantë, erë të tokës dhe barit dhe ujit bashk, erë specifike të saj e cila ekziston vetëm kësaj ore, vetëm mëngjesit të hershëm, vetëm kur bota është duke u zgjuar, por nuk është zgjuar ende plotësisht. Kushtrimet e zogjve ishin bërë tani shumë të qarta dhe të larmishëm, secili kishte melodinë e tij dhe i dëgjoni të gjitha njëkohësisht, kori çrregullt por i harmonishëm një lloj, si xhazi i natyrës ku çdo kush improvizon mbi të njëjtat akorde bazë. Ndonjëherë dy zëra ndeshin në harmoni të papritur për një çast, pastaj largoheshin, secili rrugën e tij. Lumi i mëngjesit, në dritën e re të diellit, ishte transparent dhe i ndriçuar. Mund të shihje thellësinë e tij tani me qartësi të plotë, çdo gur, çdo rënd, çdo lëvizje të vogël të ujit mbi fund. Peshqit ishin aktiv, duke shkuar kundër rrymës, duke ushqyer me atë gëzim energjik tipik të mëngjesit. Edhe kanatët dinë si është mëngjesi, dinë se koha e parë e ditës është e veçantë. Në një gur të madh anash lumit, pikasosh gjurmët e freskëta të kafshëve të natës, ato që ishin ardhur të pinin ujë ndërkohë flije, ndoshta dre, ndoshta kaproli i maleve, ndoshta edhe ujku i largët i cili kalon her pas here nëpër këto zona. Kafshët e egra jetojnë ndryshe nga ne, por jetojnë plotësisht, me çdo ndjenjë të zgjuar, me çdo moment të rëndësishëm. Ka diçka admirueshme në atë jetë të drejtë për drejtë të plotë. Preku guri i madh pranë lumit, ai guri i shesht ku ke ulur herë të para ditë të mëparshme. Tani, në dritën e mëngjesit, ai gur kishte ngjyrë të ndryshme, pak të kuqeremt aty ku drita e prekte, pak argjend aty ku vesa nuk kishte avulluar ende. Ulesh mbi të sërisht dhe ndihesh si miqësia e parë e gëzueshme e rikthimit, të njohur, të qetë, të sigurt. Livadhja para teje ndriçon në dritën e mëngjesit. Lulet e egra janë hapur tashmë tërësisht, duke kthyer kurorët e tyre drejt diellit si sytet e vogla gëzueshme. Margaritat e bardha, zambakët purpurt, luleshtrydhet e egra me petalet e tyre delikate, të gjitha bashk krijojnë atë pamje kaq piktoreske dhe kaq të vërtet njëkohësisht.
Midis barit të livadës, midis luleve dhe vesës, ndihet atë ngjallëm të jetës. Insektet e mëngjesit filluan punën e tyre, duke lëvizur mes luleve me atë qëllim të qartë dhe të padyshimt. Bletët e egra, të vogla dhe të mbuluara me polen e verdh, kalonin me zhurmën e tyre të butë dhe konstante nga lule në lule. Nuk nxitohen, por nuk humbin kohë. Ritmi i tyre është i përsosur, eficient pa pasur nevojë për menaxhim, produktiv pa pasur nevojë për plan. Shikoi një blet duke punuar. Uluni mbi lule me kujdes, fute thundrat e saj të parë brenda petas, kthej trupin e saj të vogël, duke mbledhur polen me metodë sistematike dhe të natyrshme. Pastaj ngrihet, bën rrath të vogël një herë, 2 herë dhe fluturon drejt lules tjetër. Nuk ka hezitim, nuk ka dyshim. Çdo lëvizje është e saktë dhe e domosdoshme. Gëzimi i thjeshtë i të shikuarit diçka kaq të vogël dhe kaq të plot bën punën e vet, ka diçka meditativ dhe qetësues. Fokusohu te bleta, ndjeje vetëm atë. Gjithçka tjetër bëhet sfond, bëhet muzikë butë mbrapa asaj pike fokusi. Kjo aftësi e fokusimit të thjesht, pa efort dhe pa rezistencë, është diçka që natyra të mëson natyrshëm. Era e mëngjesit u ngrit pak tani, e ngrot pak tani ato herët e mëparshme, duke sjell erën e luleve të hapura, bashk me atë erë specifike të tokës që u ngroh nga dielli i parë. Kjo kombinim, lule dhe tokë ngrohur, ka erë të diellit, erë të verës që po fillon, erë të botës që po hapet. Mbyll syt dhe ndjeje vetëm erën. Lëre trupin tënd ta identifikoj, ta sortoj, ta shijoj. Bari freskët, lule e ëmbël, dheu i lagur dhe i ngrohtë, dru i largët, lumi ftohtë. Çdo ere ka histori, çdo ere ka vendndodhje, dhe trupi yt i njeh të gjitha pa fjalë dhe pa shpjegim. Dielli kishte ngritur tani disa gradë mbi horizont, duke hedhur dritë të plot mbi gjithçka. Pylli ndriçonte me atë gjelbërim intensiv të mëngjesit të hershëm, kur çdo gjethe duket si pikturuar nga dikush me shumë kujdes dhe shumë dashuri. Shtigjet nën pemë kishin marrë atë alternatim të bukur të dritës dhe hijes, ndizin e shuan duke ndjekur lëvizjet e gjetheve sipër. Ec ngadalë, bëj hapin e fundit të kësaj udhëtimi të qetë, me të njëjtën ndërgjegjësi me të cilën ke bërë hapin e parë. Njihe tokën nën këmbët tua, njihe ajrin rreth trupit tënd, ndjeje tingullimet që të shoqërojnë. Çdo hap është i plot, çdo cast është i mjaftueshëm. Nuk ke nevojë të arrish askund tjetër përveç se aty ku je tashmë. Lumi të shoqëron akoma. E dëgjon afër dhe e ndjen freskia e tij nëpërmjet ajrit. Ka qenë bashk gjatë gjithë kësaj kohe, pa bërë asnjë pretendim dhe pa kërkuar asgjë, thjesht duke qenë prezent dhe i qëndrueshëm dhe real. Disa nga gjërat më të mira të jetës janë kështu, thjesht prezente dhe të qëndrueshme, pa dram dhe pa sforcim. Guri i parë që ke takuar, ai guri mbuluar me myshk të gjelbër ku ke ulur moti, është sërish aty. Kthehesh drejt tij dhe e prek sërish me dorë. Myshku i tij i njom nën shuplakën tënde, i njohur tani, si shtrëngim dore i miqu të vjetër. Disa gjëra nuk ndryshojnë, dhe kjo pandryshueshmëri e tyre është dhuratë. Trupi yt ndihej ndryshe nga si ishte kur ke filluar. Nuk mund ta vesh gishtin saktësisht ku ka ndryshuar dhe si, por ka ndryshuar. Është pak më i lehtë, pak me gjelbërim brenda vetes, pak me hapje, ashtu si bari pas shiut, ashtu si gjethet pas natës, ashtu si çdo gjë e gjallë pas pushimit të plot dhe ushqimit të vërtet. Shtegu në përpyll kishte ndryshuar pak në dritën e mëngjesit. Çdo gjë kishte ndryshuar. Nuk ishte shtegu apo pemët, ishin syt tu. Shikoje ndryshe tani, me qetësi dhe pranim, pa ngutje dhe pa filtrimin e zakonshëm të mendjes që kategorizon dhe analizon dhe gjykon. Thjesht shihje, thjesht ishe. Kjo ndryshim i thjesht, të shikosh pa gjykuar, të jesh pa analizuar, është ndoshta dhurata më e çmueshme që mund të marrësh nga natyra. Natyra nuk gjykon. Pemët nuk janë të shqetësuara nëse janë aq të larta sa pemët fqinje.
Lumi nuk krahasohet me lumin tjetër. Çdo gjë thjesht jeton, thjesht bën atë për të cilën është bërë, pa apologji dhe pa pretendim. Dhe ti, ndërkohë që kthehesh ngadalë në përshteg, mbanim brenda teje pak nga kjo natyrshmëri, pak nga ajo qetësi e pyllit, pak nga ajo rrjedhë e lumit, pak nga ajo dritë e hënës, pak nga ajo heshtje e mesnatës dhe pak nga ajo freski e mëngjesit. Gjithë këto janë tani pjesë teje, si uji i pyllit që ka kaluar në qelizat tua, si ajri i pyllit që ka mbushur mushkërit tu, si drita e yllit e cila ndonse e largët ka arritur deri tek syt tu. Pylli fillon të hapet pranë fundit të shtegut. Pemët bëhen pak më të hapura. Drita hyn me gjerësi. Çdo hap drejt hapjes është edhe çast tjetër brenda pyllit. Çdo hap është dysht, hyrje dhe dalje njëkohësisht. Ndaloju një çast të fundit. Kthehu dhe shikoje pyllin nga ku ke dal. Shikoje thellësinë e gjelbër të tij, siluetën e pemëve mbi qiellin e kaltër të mëngjesit, dritën duke filtruar në përdeg. Dëgjoje lumit, pak të largët tani, por akoma të dëgjueshëm. Dëgjoje zogjt duke kënduar, bujar dhe të lirë. Ndije erën e fundit të pyllit, ato erë të myshkut dhe drurit, dhe tokës dhe luleve bashk. Mbaje ato imazhe, ato tinguj, ato era, brenda teje, janë të tua tani. Askush nuk mund t'i marrë. Kudo që të shkosh, kudo që të jesh, kur mbyll zyt dhe merr frym thellë, mund të kthehesh këtu, mund të dëgjosh lumin, mund të ndihesh ajrin e pyllit, mund të shohësh hënën argjende mbi majën e malit, mund të ndihesh sërish i qetë dhe i plot, si ke ndihur gjatë kësaj nate. Udhëtimi në përnatyrë ka kthesa të shumta, dhe secilit i jep diçka tjetër, diçka që ka nevojë pikërisht atë çast. Dikujt i jep heshtje, dikujt i jep zëra, dikujt i jep largësi nga bota, dikujt i jep ndjenjen e lidhjes me diçka më të madhe, por të gjithëve u jep diçka të njëjtë, një gjë bazike dhe thelbësore. U kujton se janë gjallë, dhe se të jesh gjallë është diçka e jashtëzakonshme. Bota jashtë pyllit vazhdon me ritmin e vet. Ka njerëz dhe makina dhe zhurma dhe nxitim. Ka detyra dhe afate dhe shqetësime. Ka gjithçka çfarë ka jeta moderne, e gjithë ajo strukturë komplekse dhe e nevojshme. Por brenda asaj bote, ti tani ke diçka tjetër, diçka si pikëmbështetje, si shenjë brendshme. Kur gjithçka bëhet shumë e rëndë dhe shumë e zhurmshme, mund të mbyllësh syt dhe të dëgjosh lumin tënd të brendshëm. Sepse ky lum, ky pyll, kjo natë me yje, kjo hënë mbi mal, tashmë janë pjesë teje, nuk janë kujtimi jashtëm, janë gjurmë brenda trupit tënd, brenda frymëmarrjes sate, brenda rrahjeve të zemrës sate. Çdo herë që ke marrë frym ajrin e pyllit, çdo herë që ke dëgjuar lumin, çdo herë që ke ndjer tokën nën këmbë, trupi yt ka regjistruar diçka, dhe ato regjistrime mbeten. Mendja njerëzore ka aftësi të mahnitshme të rijetojë ndijime. Neuroscience e ka dokumentuar. Kur mbyll syt dhe kujtoni me detaje, trupi yt reagon pothuajse një lloj, si nëse do të ishte aty fizikisht. Zemra ngadalsohet, kortizoli ulet, frymëmarrja thellohet. Kjo do të thotë se çdo herë që kthehesh me mendjen këtu, merr pak nga atë efekt shërues. Çdo herë që dëgjon zërin e lumit brenda imagjinatës sate, merr pak nga qetësia e tij. Kjo është dhurata e vërtet e kësaj udhtimi, jo vetëm koha kaluar, jo vetëm pushimi i marr, por mundësia e kthimit gjithmonë sa herë ke nevojë, pa bilet dhe pa distancë. Mëngjesi i plot kishte vendosur tashmë gjithë ngjyrat e tija mbi botë. Qielli ishte blu i pastër dhe i thellë, pa re të dukshme, vetëm ajo azure e pakufishme e ditës së mirë të malit. Dielli kishte ngritur mjaftueshëm tani, dhe drita e tij nuk ishte më e pjerrët dhe artë, por drejtë dhe e bardhë, duke dhënë kontrastet e qarta midis dritës dhe hijes. Pemët e pyllit nën këtë dritë ishin aq të gjelbra sa pothuajse duken artificiale.
por nuk janë. Janë gjallëria e transkriptuar nëpërmjet fotosintezës, janë dielli i kthyer nëpërmjet klorofilit, janë uji dhe karboni, i transformuar nga kimia e mrekullueshme e jetës. Çdo gjethe është fabrik e vogël e pazëvendësueshme, duke punuar pa pushim, duke prodhuar oksigjenin që thithim ne, duke mbajtur gjallë çdo frymëmarrje tonë. Ti thith atë oksigjen tani dhe ndihesh mirënjohës. Ndihesh mirënjohës ndaj pemëve, ndaj barrit, ndaj çdo bime të vogël dhe të madhe. Mirënjohja ka diçka fizike brenda saj, kur ndihet vërtet, kur nuk është vetëm fjalë. Ka ngrohtësi në gjoks, hapje në shpatullat, butësi në fytyrë. Brez lumit gjendet sërish pranë ujit. Ulesh mbi bregun e tij me këmbët varur mbi ujë. Lumi rrjedh poshtë teje i qetë dhe i pandikuar nga prania jote. Ka parë shumë vizitor ky lum, ka ngjerë shumë presenca të gjalla mbi breg dhe i pranon të gjithë një lloj, me atë indiferencë bujare të ujit, i cili nuk ka as preferenca dhe nuk ka as paragjykime. Shiko ujin. Shikoje thjesht duke rrjedhur, pa menduar asgjë tjetër, pa analizuar dhe pa planifikuar. Vetëm shiko ujin duke rrjedhur. Është njëra ushtrimet më të thjeshta dhe efektive të qetësimit të mendjes, kjo shikimi i ujit rrjedhse. Ka njerëz që e bëjnë çdo ditë si ritual dhe raportojnë se çdo seancë, edhe 5 minutash, ul stresin dhe rikthen qartësinë. Pas pak, kthehu mbrapa. Mos ngatitu. Lëri syt të mbajnë imazhin e fundit të lumit, atë lëvizje argjend dhe të rregullt, atë reflektim të qiellit në ujë. Lëre atë imazh të mbetet edhe kur syt janë mbyllur, si portreti brendshëm i qetësisë. Ka momente kur bota duket shumë e plot, jo e rënd, jo e mbingarkuar, thjesht e plot, si filxhani mbushur deri buzës me diçka të mirë. Kjo ishte një nga ato momente. Trupi i pushuar, mendja e qetë, zemra e mirënjohur, natyra rreth teje e bukur dhe e gjallë. Çdo element ishte aty ku duhej, çdo gjë kishte vendin e vet dhe kuptimin e vet. Kjo plenitudin, kjo ndjenjë plotësie, është diçka që njerëzit e kërkojnë në shumë vende dhe nëpërmjet shumë mënyrave. Por natyra e ofron të lirë dhe të plot, pa kushte dhe pa procedura komplekse. Vetëm vi me trup dhe vi me vëmendje, dhe ajo të jep atë plotësi me bollëk. Ndërkohë që shëtisje fundin e shtegut, shënoje mentalisht diçka të veçantë për veten, angazhimit për t'u kthyer, jo si detyrim, si dëshirë. Dëshirë ta ripresësh atë qetësi, dëshirë ta ridëgjosh lumin, dëshirë ta rindjejesh ajrin e pyllit. Bota e natyrës është gjithmonë aty, gjithmonë e gatshme të pres, gjithmonë e gatshme të jap ato dhurata të pafundme të heshtjes dhe gjallërisë. Mëngjesi vazhdon dhe dita hapet para teje si udhë gjerë dhe e qartë, por para se të hysh plotësisht në ritmin e ditës, merr një çast të fundit. Ndalu, mbyll syt, merr 3 frymëmarrje të thella dhe të ngadalshme. Me çdo hyrje frymëzimi, njihe pastrimin e ajrit malor brenda teje. Me çdo dalje, lëshoni diçka të panevojshme, diçka të rëndë, diçka që nuk e nevojit. Pas frymëmarrjes së tretë, hap syt ngadalë. Bota rreth teje është e njëjtë me çastin para, por ti je pak ndryshe, pak me qetësi brenda, pak me hapje, pak me dritë. Kjo është e mjaftueshme, kjo është shumë. Ndërkohë që kalon nëpër fjalët e fundit kësaj udhtimi, natyra vazhdon pa ty. Lumi vazhdon rrugën e tij, duke u gështetuar me lumenjtë e tjerë, duke arritur fushëgropën e gjerë, duke shkuar drejt detit. Pemët e pyllit vazhdojnë rritjen e tyre të ngadalshme dhe qëndrueshme, duke shtuar rrath të rinj çdo sezon, duke u bërë gjithnjë e më të vjetër dhe gjithnjë e më të urtë. Shpendët vazhdojnë cicëritjet e tyre, duke ndryshuar melodin me orën dhe stinën,
por duke mos ndaluar plotësisht kurrë. Mali qëndron, ka qëndruar miliona vite dhe do të qëndrojë miliona vite të tjera. Ka parë glacier duke kaluar mbi të, ka parë dete duke u ngritur dhe duke u tërhequr, ka parë çdo stin mijëra herë, dhe çdo herë është ai i njëjti mal, i qëndrueshëm dhe i besueshëm, me majat e tij të bardha dimrit dhe të gjelbra veri, me gurët e tij të lashtë dhe shpellat e tij të fshehta. Ti je vizitori kësaj bote të lashtë, por je vizitori mirëpritur dhe i vlerësuar. Çdo njerëz që vijnë dhe shikojnë me kujdes, çdo njerëz që dëgjon dhe njeh, çdo njerëz që kujdeset, është pjesë e rrjetit të gjatë të miqësisë mes njerëzimit dhe natyrës. Rrjet i cili ka ekzistuar që kur njerëzit e parë ndezën zjarrin e parë nën yjet e parë. Kjo miqësi nuk ka ekspiruar kurrë, edhe pse jemi larguar nga natyra shumë herë. Edhe kur qytetet u rritën dhe asfalti mbuloi tokën dhe drita artificiale fshiu yllit, natyra priti, si gjithmonë, me durim të pafund dhe mirësi të pandryshuar. Ditët vinë dhe shkojnë. Stinët ndryshojnë. Vera me nxehtësinë e saj buzëqeshse kthehet në vjeshtë me ngjyrat e saj madhështore. Vjeshta dorëzohet dimrit me heshtjen e tij të bardhë dhe dimri hap derën e tij ngadalë pranë verës, asaj hyrjes së gjatë dhe gëzueshme të ngjyrave dhe zërave pas muajve të zbardhjes. Cikli ka kuptim dhe rregull dhe bukuri të pashtershme. Pylli i ka stinët e veta. Verën është i gjelbër dhe i mbushur dhe i zhurmshëm me jetë. Vjeshtën, ngjyrat e tij janë ato të cilat njerëzit i fotografojnë me mirënjohje dhe admirim. Ato tona, ato kuqe dhe ato portokalli dhe ato ari, duke hedhur tapet të mbretëror mbi tokë. Dimrit heq zhurmat dhe mbetet në thelb, i zhveshur dhe i pastër, çdo deg e skicuar kundrejt qiellit të bardhë. Pranë verës mbillet sërish me atë burim të pashtershëm energjie jete. Ti mund ta vizitosh pyllin në çdo stinë dhe ai do të ketë diçka tjetër të jap, diçka tjetër të mësoj, diçka tjetër të ndjesh. Pylli nuk është një-dimensional. Ka shtresa dhe thellësi si çdo gjë e gjallë dhe e vjetër dhe e urtë. Por sot, kjo natë dhe ky mëngjes kanë qenë të veçanta. Kanë qenë takimi yt me këtë pyll, me këtë lum, me këtë hën. Nuk do të jetë kurrë saktësisht e njëjta prap, sepse natyra nuk përsërit, vetëm vazhdon. Por kujtimi i kësaj nate do të jetë aty, brenda teje, i ruajtur si shënim i gjelbër dhe i freskët. Frymëmarrja ka ritëm të vet. Zemra ka ritëm të vet. Lumi ka ritëm të vet. Era ka ritëm të vet. Zogjt kanë ritëm të vet. Të gjithë këto ritme, të ndryshme dhe të pavarura, bashkjetojnë brenda të njëjtit hapësirë dhe kohë, duke krijuar atë simfoni komplekse dhe të bukur që quhet natyra, ose jetë, ose thjesht realiteti i kësaj bote. Kur mendja ndihet e rëndë dhe e ngjeshur, kur gjithçka duket tepër e ngutshme dhe e rëndësishme dhe urgjente, kujtohu se ke ritmin tënd. Kujtohu se frymëmarrja jote, nëse i jep kohë dhe vëmendje, mund të ngadalësohet si lumi natën. Kujtohu se trupi yt di si të pushojë, si ta çlirojë rëndimin, si ta kthej qetësinë, si e bëri gjatë kësaj nate. Ky udhëtim nuk ka mbaruar, nuk mbaron kurrë plotësisht, sepse ka ndodhur brenda teje dhe gjithçka që ndodh brenda teje mbetet, transformohet, ndryshon formë, ndonjëherë harrohet për pak dhe kthehet, por mbetet. Çdo moment i vërtet i qetësisë, çdo frymëmarrje e thellë në ajër të pastër, çdo herë kur ke dëgjuar lumin dhe ke ndiur tokën nën ty, është deponuar diku brenda teje, si pasuri e vërtet.
Ajo pasuri nuk mund të humbas, nuk ka krizë ekonomike apo ndryshim rrethanash që mund të marrë, është jotja, absolutisht dhe pa kushte. Tani, ndërkohë që kjo udhtim me fjalë po mbyll rrethin e vet, dëgjo sërish gjithçka rreth teje. Nëse je shtrirë apo ulur apo shtrirë rehat, ndjeje trupin tënd, ndjeje peshën e tij, ndjeje kontaktin me sipërfaqen nën ty. Mos ndrysho asgjë, thjesht ndjeje. Ndjeje frymëmarrjen tënde, të ngadalt dhe të thellë. Ndjeje si kraharori yt ngrihet dhe bie. Ndjeje si çdo frymëmarrje e re sjell oksigjen të freskët, dhe çdo frymëmarrje e vjetër largon diçka që trupi nuk e nevojit. Lëre mendimet të vinë dhe të shkojnë si gjethet mbi ujë. Nuk ka nevojë ti mbash, nuk ka nevojë ti largosh. Thjesht shiko ato duke shkuar, si shikoje gurët nën ujë, me kureshtëri dhe qetësi, pa u bashkuar me ta. Zëri i lumit është brenda teje tani. Zëri i pyllit është brenda teje. Drita e hënës, ngjyrat e perëndimit, freskinë e burimit, gjelbërimin e myshkut, gjithë këto janë brenda teje tani dhe mbeten me ty kudo që të shkosh. Je i qetë, je i pushuar, je mirë. Lumi vazhdon rrugën e tij, si gjithmonë, duke rrjedhur nëpër natën dhe nëpër ditën, nëpër stinët dhe nëpër vitet, besnik dhe i qëndrueshëm dhe i bukur. Dhe ti, me çdo frymëmarrje, i gjason atij pak, duke rrjedhur edhe ti nëpër jetën tënde me qetësi dhe me rrjedh, pa rezistencë dhe pa nxitim, duke arritur aty ku duhet, si gjithmonë, si ujë. Fli mirë, pushoj plotësisht. Natyra do të jetë aty kur të zgjohesh, e gjelbër dhe e gjallë dhe e gatshme. Si gjithmonë, si gjithmonë.